Duar kundër dhunës është performanca e zyrës për djemë dhe burra që u organizua së bashku me shkollën e mesme Osokuga. Kjo performancë e realizuar nga vetë nxënësit, pati për qëllim për t'i thënë ndalë dhunës ndaj grave dhe vajzave. Duar kundër dhunës u realizua në sheshin përpara bustit të Luiç Gurakuqit në qendër të qytetit. Mund prek familjen tonë, miq tan, por edhe çdo tjetër. Sot jemi të lumtur, nesër jo. Ashtu të lumtur dhe të fuqishur për dashurinë e tyre. Por ndodh që një rrugë vjerë në qiell të hapur. Të na godas paprikën. Pse? Mendoni si kur njeriu më i dashur të kthehet në një përbindësh, në një armik tënd. Dhe ti as nuk e beson që kjo po ndodh me të. Dhe ti thua jo këtij mend. Me lot në sy, duke u dridhur dhe me gjysmë zëri, shpjegon fjalë për fjalë problemin tënd. Zyra për djemë dhe e burra kishte për qëllim që përmes performancës duar kundër dhunës të sensibilizonte qytetarët. Aktiviteti i sotëm ishte organizuar nga Zyra për djemë dhe burra në bashkëpunim me nxënësit e shkollës mesme Osokuga, ku demonstruam nëpërmjet një skenimi një rast dhune dhe një formë ndërhyrje. Zyra për djemë dhe burra nëpërmjet këtij aktiviteti jemi munduar që të japim një mesazh ngacmues komunitetit sotëm, cilët duhet të reagojnë ndaj këtyre rasteve. Gjithashtu, Zyra për djemë dhe burra në bashkëpunim me shoqatën Gruaja te Gruaja, kemi bërë shumë aktivitete tjera në bashkëpunim, gjithashtu si rast i këtyre 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Edhe nxënësit e shkollës së mesme Osokuga dhanë mesazhin e tyre. Shkolla Osokuga ju bashku shoqatës Gruaja te Gruaja për me arrit me i thonë stop dhunës, kena të 3 ditë që merrna me këtë gjë. Për me arrit me i dha një mesazh, me i përcjell tonëve një mesazh që femnat nuk duhen më dhunu, me arrit e pas një harmoni midis çifteve. Performanca duar kundër dhunës erdhi në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit për të ndikuar në minimizimin e rasteve të dhunës në familje ndaj grave dhe vajzave apo fëmijëve të vegjël.